është 1 maj, është dita e punëtorëve. Në fakt, punëtorët prej vitesh ndeshen me problematikat e shumta, qoftë që nga mungesa e pagës së 13, siç u kërkuar gjatë ditës së sotme, kushtet e punës, paga jo fort të mira, duke marrë parasysh edhe inflacionin me cilën përballemi. Na tregoni pak më tepër, u bashkuat sot në një protest, qëllimin, por dhe kërkesat që i dorëzuat kryeministrit. Ç'është e vërteta edhe lëvizja punëtore, po edhe situata ekonomike e sociale, gjitha këto janë pasyra apo pjellë e realitetit shqiptar, i cili është një realitet problematik që duhet ta pranojmë pavarësisht se jemi vetë shqiptar. Është një politikë konfliktuale, një ekonomi problematike, informale, me deformime, me inflacion, me paga jo dinjitoze, me kushte pune jo të përshtatshme, me një dobësim të sigurisë së shëndetit në punë, dhe gjitha këto në të vërtet Konfederata e Sindikatave vazhdimisht i ka analizuar qoftë në blok si probleme, po edhe rast pas rasti apo profesion mas profesioni, dhe me qënë se ishte dita solidaritetit ndërkombëtar të punëtorëve, ne menduam që sot të gjithë këto kërkesa, ankesa që ne kishim, t'i artikulojmë në një letër të posaçme, të cilën ja drejtuam qeverisë dhe i kemi kërkuar që duhet të merren në konsiderat.